Jemi me podcastin Suzan, që mundi me njek në të shtat, edhe në drive time me shukën edhe në kejtë rrjetet sociale. Është e premtja e podcastit Suzan, dita jeme preferume, se vëndzis frest fremteve, një kalzu kënë kam mësafire, që unë i quj gratë e veçanta të Kosovës. Shihemi për te për pak. Ku fillon rrëfimi yt? Në cilën mahall je rrit? Ke lindë në Kosovë, ke studiu në New York, ke jetu në Tokyo. Pse u ktheve? Ky është podcasti Suzan. Me që jemi ku jemi dhe jemi si jemi, mirë se erdhët në podcastin Suzan, tash jena në sezonën e tretë, edhe me gjithë po pres m'ju kallëzu kënë e kam në këtë epizod në podcast, edhe jëm tepër e lumtur që bashkë që ajo musafire është në kauqin tem të preferum të portokalltin. Pra, pa humbur kohë, ju tregoj që sot musafire është Gresa Nuredini. Gresa është një gru që ka lindë në Gjilan, po tashti punon edhe jeton në Prishtinë. Është super fotografe e mirë, është eksperte e komunikimit, e tash së fundmi është edhe autore edhe redaktore e librave tepër intrigues, si për shembull libri që quhet Album, edhe këtu është arkiv fotografike e kujtimeve kolektive të viteve 90 në Kosovë. Bashkë dyqysh edhe i përshtatët podcastit ton, jo pse na folim për të kalumën, po na e inkorporojmë të kalumën në të ardhmen dhe në të tashmen. Kitë libër e keni sold out, po mdokët, a? Pothuajse sold out, po mdokët që e keni në Dugaxhen. 6-7. Nashta është, nashta nuk është shit. Gresa pra hec let si flutër në përfushat kreative të Kosovës, po unë që kom qef mas shumëti me Gresën me fol është për mahallat, se edhe që tash sa u këthy prej Italisë dhe sa më tregoj që në këgja do mahalla i ka vizitu atje, po krejt me ren. Edhe mas pari që apo du me të pyt është ku fillon rrëfimi yt? Faleminderit fillimisht shumë për ftesën në kauqin e portokallit. Faleminderit shumë këftu. Edhe më mirë që jam këtu me ty, me fol për mahallën tem edhe për jetën tem të zakonshme. Rrugtimi jem në mahall fillimisht si fëmijë ka fillu në juglindje të Kosovës në Gjilan. Unë jam rrit atje, kam lindje jam rrit atje. Si fëmijë pas luftës, të rritë me një qytet vogël si Gjilani, ka qenë një eksperiencë që më ka formësu për gjatë krejt jetës edhe ka formësu me një familje edhe identitetin të cilën e barti sot. Ka fillu me një mahall të vogël, pas luftës, me një rrugë të pashtrume, pa asfalt, ku kemi lujtë në kohën, edhe ajo ka qenë një prej kujtimeve më të bukura të jetës edhe pse kemi pas shumë pak, me shka kemi ditë me lujtë, po ka njerë ajo më pak, edhe që ajo ndjenja e bashkësisë që kemi nda edhe kemi posedu në atë kohë si fëmijë, atë ndoshta nuk kemi qenë shumë vetëdijshëm se çka po posedojmë, po madje në pjekuri fillon edhe kujton me shumë nostalgji edhe kupton se sa shumë rëndësi ka pas. E çfarë ngjyre, çfarë aromë, çfarë zhurme e muan menfi mahallës tonde? Kur e kujtoj mahallën te, mahalla jam ka qenë Gavran. Do me thonë për ata që janë të familiarizuar me Unë jam këgja se në gjysë e Gilanit jam. Për ata që din Gilanin e din, marë parasysh e din Gilanin edhe din Gavranin. Edhe unë jam rritë në mes Gavranin fakt dhe Dheut Bardh dhe prej asaj kohe
pak e ka lëkun qatë ndjenjen e përkatësisë edhe ka bu pak ma relative. Po, për arsye që edhe dajt i kemi pas në Gavran, atë shumicën e kohës jemi konë të usine për lagje në për mahallat të vogla të Gavranit. Edhe që shumaj mend si ngjyrë, si erë, si gjithçka është pak si e kuqërremd, pak si e kaft, për arsye prej për shembull sikur ditëve prej mas shiut, kur ajo balta e tokës mandej merr shatë ngjyrë dhe shatë erë që nuk mundesh let me harru. Edhe për mua është tepër sakt kujtimi i qasaj ngjyre, edhe pak ma kujton edhe pak qatit e shtëpive në Kosovë që janë pak si kuqëremta, si të kafta. Edhe aroma që maj mend është pak vështirë me rikujtu, po mendoj që gjithmonë ka qenë dikush të gatu diçka, dhe për arsye se mahalla jonë ka qenë mahall çore, është hala. Mendoj që krejt aromat diçka kanë marru nana çdo ditë janë akumulu në për mahall çdo ditë, edhe që ajo e ka bërë çdo ditë. O buni gjyveq. E tash Gres që je fotografe, por edhe hudumtuse, krijuese, nëse mahalla është si një organizëm i gjallë. Cili do të ishte roli yt mrena në çati organizmi? Vëzhgusja, tregimtarja apo fotografja? Mendoj që nëse kishin si organizëm, unë natyrisht kisha me qenë fotografja, jo për arsye se e kam zgjedh qatë rol, mendoj që ai rol veç ka ardhur shumë natyrshëm për që jam kon fëmijë, për par aparatin e parë që kam pas 11 vjet, kur ma pat bo babi dhurat, edhe më kujtohet që prej atëherë më kon të fotografu edhe fëmijët mahall, edhe njëri tjetri fëmijë në shkollë. Po gjithmonë që ka bo përshtypje ka qenë jo mi dokumentu eventet e rëndësishme ose kryesore që ka ndodhur në shtëpia ose mes njëri tjetrit, po ka qenë në fakt mi kap momentet e zakonshme, momentet e thjeshta të vogla, ato momente që ka njerë shkojnë edhe as nuk vërehen. As vetë nuk të metën kry ose nuk e ki kujtem. Janë shumë të rastishme edhe mendoj që të kisha pas mundësin tash me shku me ide të mia që tash, me eksperiencën që kam edhe posedoj tash, edhe më kthyn qatë kohë dhe me mri me fotografu qatë dinamikat e vogla që ndodhin mahall, për shembull një gru që den në balkon edhe i bërtet fëmijëve sa janë të luajnë, ose një plak që vjen edhe ja shpërthen topin, ose në fillim mëngjes kur prindrit shkojnë punë edhe mandej krijohet një farë qetësie mahall, mandej fillojnë njerëz me dalë edhe krejt persona që preokupojnë atë hapësirë në fakt e bojnë që atë hapësirë çka është. Dhe kisha pas shef shumë më rikthy edhe me fotografu me sytë që i kam tash. Am fotografën edhe mu. Po, kurtu, e kemi folë. Përbojmë që të një pauzë të vogël, të ju thonë juve të dashurit ton, me na përcjellën Substack, se jena të i bodë botime bashkë të mira që mu pëm pëlqenjë, edhe në Instagram e këto ato e dëne, mos t'ja përkujtaj. Shihemi për ti për ta. Gresa, a menon që sot, në epokën digjitale, mahallat ku kemi lujt si fëmijë, ku jemi rrit, ku jemi taku me simpatia, ku ka ndodh interakcion vitet ku formohen njerëzit, a menon që janë zhduk krejt, apo veç janë zhvendosë në formë tjetër online, në komunitet virtual? Qa po ta mërmenja, a e mbo mahallat digjitale? Mendoj që mahallat nuk janë zhduk, po janë zhvendos. Me një farë mënyre, unë shoh që janë zhvendos për shkak se mandej në pjekuri
mahala është krejt një rrjet tjetër i komunikimit. Ti krijon mandej mahallën, ti krijon atë rrjetin e komunikimit edhe ti e ki autonomi në zgjedhje se kush është pjesë e mahallës tonë kur të rritesh. Për shembull, mahalla mendoj që gjithmonë duke bartë elemente që prej fëminisë, edhe deri mandej në pjekuri për shembull kur mahalla ta mëson atë ndjenjen e bashkësisë, kur familja ta mëson se qysh me dasht, ti mahallë mësor se qysh me bashk ekzistu e bashk jetu me njerëz tjerë. Edhe mendoj që kohëve të fundit është shumë më pak fëmijë të luajnë nëpër mahale, unë edhe tash kur kthehem të prind e vrej që ka shumë më pak fëmijë që janë të darë edhe të luajnë me njëri tjetrin. Po mendoj që edhe ka edhe mungesë të hapësinave ku fëmijët tash munden me lujt, ka mungesë të hapësinave të gjelbërta ku mundesh me pa fëmijët të lujt me top. Për shembull veç gjatë verës isha një ditë në park edhe pashu krejt barë është tha, edhe barku u do ke krejt i verdh. Edhe që ajo është pak vështirë kur nuk ka edhe hapësira ku fëmijët munden me dalë, edhe me eksploru qatë ndjenjen e përkatësisë me njëri tjetrit, edhe me zhvillu pak qato tipare shoqënore, edhe mendoj që mungon shumë, po mendoj që duhet gjithmonë me luftu për te qasaj digitalizimit të mahallave. Se apeshe po dalim që atë që thash se bashkë kur e kom formulu që ta me të pyt mahalla digitale, më ka pëlqy, po dhe më ka vra. Po sakt po bëhet se fëmijët po dalin edhe po rinë mrena ata domosdoshmërisht, po kontaktojnë, po janë në kontakt me njëri tjetrin, po nëpërmes saneve elektronike, që pak dhëmshëm, po m'doket se pa u preke, pa u pa u këqyrë, dyshysh edhe që ajo empatia mandej po zhduket, edhe njerëz po janë pak ma të ftoft. Po, shumë ma të ftoft, po ka shumë disans mes vetës se edhe si i rritun, ti e vrejnë kur ndryshon mahalla, për shembull kur unë erdha me studime në Prishtinë, isha 18 vjeç, edhe prej atëherë deri më sot në këtë kronisë kohore i kam ndru 5 mahalla. Po edhe secila kam pas përjetime ndryshme, secila ka pas elemente ndryshme, që në fakt më ka bo me dallu që ato ndryshimet mes njerëzve dhe banorve, kojshive, mënyrës se si kthesh në shtëpi, secila mahallë e ka një ndjenjë ndryshe. E tash mas 5 mahallave, besoj që fillon ashtu edhe kupton sa ma mirë qytetin kur të sheh prej perspektivave të ndryshme. Tash ti po du me folj për se shumë për shtatët me folj për albumin tën, kur i kem ledh krejt qëto kujtime, qëto fotografi që ke pas kontakt me sa njerëz qëto, me sa... Në libër janë të përzgjedhura 167 fotografi, prej 807 fotografive, edhe janë diku për me 150 kontribus të fotografive. Të gjitha fotografit janë konë të koleksionume në rajone ndryshme të Kosovës. Pyetja është? Pyetja është. Kur i ke analizu qëto pamje, edhe kur i krahason, a ka diçka që rrezikon me u humb? Që pa tjetër do të me urujt. Qoftë në fotografi, libra, po gjithë shka tjetër për gjeneratave të reja. Fatkesisht prap duhet më rikthy te digitalja. Arsyeja pse vitet e 90-ta dhe pse albumi ka përfundu tek vitet e 90-ta, për te bazave historike në cilat është edhe luma albumi, mendoj që ka qenë gjithashtu edhe periudha dekada e fundit,
ku fotografit nuk kanë qenë digjitale, ku ende është përdorur fotografia në film, fotografia analog, ku halon fotografia analog, për arsye se më pëlqen mekanizmi i fotografisë analog shumë. Edhe ka qenë një prej kohëve të fundit kur njerëz kanë dokumentu, edhe kanë ditë qysh me dokumentu, pa marrë parasysh se ai lloj dokumentimit ka qenë vetë diçka që ata e kanë bërë në mënyrë shumë të natyrshme. Janë mësuar me pas një album, me zhvillu fotografitë edhe me pas fotografitë. Gjithçka ka qenë e dokumentuar edhe e ruajtune. Edhe mendoj që ajo mungon tash se në ditën e madh të fotografive digjitale, mandej informacioni hub. Pa marrë parasysh sa shumë fotografojmë edhe sa shumë dokumentojmë na çdo ditë, se kemi secili kemi një aparat në telefon, ashtu në mekanizëm telefonit. Kështu që shumë thjesht, shumë lehtë me fotografu, po fotografia jo gjithmonë mbetet dokumentim. Ajo shpesh humb, sidomos kur është digjitale. Kështu që mendoj që ajo është një prej arsyeve pse kisha dasht ashtu me inkuraju që njerëz me vazhdu me rujt fotografit edhe me zhvillu fotografit edhe me mbajt në mënyrë fizike. Edhe për shembull për gjatë kohës që kam qenë të hulumtu për albumin, më ka rastis me taku shumë persona ndryshëm, njerëz që i kam taku më herët e njerëz që nuk i kam taku hiç, që më kanë besu mi nda me mu kujtimet e tyre të vlefshme të cilat kanë bjetu prej luftës në Kosovë. Kështu që gjithashtu një send tjetër i rëndësishëm që mendoj që nuk duhet me humb, që përmendet edhe në parashtënien e librit që ma ka thonë shpesh herë dhe gjysha jam, është mos me harru me rëfy kujtime të kalumës me një tjetrit, me nda gjithmonë edhe me komuniku eksperiencat tona, eksperiencat familjare, po edhe me nda gjithmonë me një tjetrin kujtime. Se kur ulesh edhe veç ndëgjon, edhe nuk ke diçka për me thonë, jo për arsye se nuk ke përgjigje, po është shumë mirë kur diçka të lejon mu ul me dikon edhe veç me ndëgju eksperiencën e tyre. Jetu më këthy që tash se kur ti ki fotografit edhe momentet e gëzimet, po edhe momentet e hidhrimet edhe të vujtjes, kur të këshef foto me dikon që si për shambullon që të vere hupa babin, edhe më ka ra një muj ditë të nkon kemi këshyr bashk veç fotografi e qajo dhimt u kthejken një farë feste, një farë kur i këshërshim fotot e ditlindjeve, fotot e të pushimeve, fotot e shpijave të kolluna, se na patën kollë shpinë e babi e fotografojke se me ne që mundet me dokumentu edhe me bo diçka me ato foto, po krejq ato foto na ktheshin në bash sakt në që ato mendime që i kemi pas qatë herë, po na atëherë ishte edhe babi involvum që ato, kështu që ma më ktheve që tash në qatë ndjenjë edhe për të falenderoj. E muzika, çfarë roli lun muzika? Mendoj që muzika është me një mënyrë si strukturë e materializume emocioneve tona, edhe ka gjithmonë rol shumë të rëndësishëm. Edhe për shembull për gjatë në ditën e publikimit të librit, ku e patëm në restoran Dubrovniku, të kujtohet se ishim bashk. Edhe atë ditë në ditën e publikimit e kemi kriju një playlist me shoqni bashk, edhe krejt kemi shtu ka një këngë shqip për viteve 80 ose viteve 90 që gjithmonë e kemi ndëgju edhe jemi rritu e ndëgju. Edhe atë natë, përmes muzikës, në fakt edhe jemi këthy në kohë, edhe bashkë mesazhet që kemi dasht me përshu me album, për më rikthy të momentet edhe kujtimet e zakonshme të njerëzve, pa marrë parasysh që ka qenë në gjatë dekadës së luftës, edhe përmes muzikës me një farë mënyrë rikthym në kohë, edhe ke shumë bukur me pa se
sa shumë ka ndikim kur veç ndëgjon një këngë edhe ndëlidhet me një kujtim që të mban shumë afër zemrës. A pëlqojnë që tash një këngë që ti kishe pas qef me domën nive? Po, specifikisht me ty, unë po ta kushtoj ty këtë këngë, është Frederik Ndoci, Lules. Kjo është kënga që kam përgjigj. Të dhuron, vit ka shkruar të dua, sa do ti të mos pyshesh, se shumë ke për të thënë, ndaj zemra që kanë pranë, ndaj zemra që kanë pranë, të vyshesh ty s'pëllë. Gres me të vetë një pyetje, mundet me t'ingullu klishe, po për një me kur t'hen ma fell, diqysh, unë për veti, që po t'a bëj pyetjen, ta është të vendos a më përgjigj. A e ki dikën që e konsideron role model, ose dikush që thojnë has your back? Edhe në kona të mira, edhe në kona kështu ma pak të mira. Mendoj që kisha me thonë nana jem, edhe motra jem, po për te nanës edhe motrës, krejt motra tjera, jo biologjike që përgjat udhëtimit tjetër se kam taku edhe natyrë shumë, kemi kriju një lloj shoqënie që është familjare edhe për te të keqës edhe të mirës, gratë cilat i takoj si ty. Me të vetë diçka qa është t'ka ra me punu edhe me pas interakcion me media të huja tash e disa vite. Qa ta mërmenja, qa është dallimi midis portaleve ku botën për të cilat t'ka ra me punu ose me pas interakcion edhe aty në Kosovë? Mendoj që në media në Kosovë, çka mungon shumë është shpesh herë respekti dhe empatia për subjektet për të cilat mbulohen në për reportazhe. Mendoj që shpesh herë mediat shihen si platforma cilat e kanë fokus shpërthimin e një lajmi, edhe gjithmonë e kanë të domosdoshme me pas të integruar një element shokues në për reportazhe, po çka mungon mandej është vlerësimi i hulumtimit edhe thëllimit të tematikave të mbulimit të reportazheve edhe të tematikave ndryshme. Mendoj se për te Kosovës ekzistojnë platforma të cilat integrojnë edhe mendime personale të zakonshme dhe kritike të njerëzve, si platforma ku njerëz munden me bashkëbisedu edhe me thurr tema jashtë lajmeve të cilat janë të parashikume me shpërthy, edhe janë të gjitha reportazhet dhe artikujt që publikohen janë me një farë mënyrë pjesë një dialogut më të madh, e jo veç një lajmi i cili harrohet për disa ditë. Qëto e pata men me lidh që ashiqare venit tonë është i mungu shtype, se në shtyp mundësh me qitë mendimin tënë edhe aty nuk ki kohë me prit apo shpërthen lajmi avjovish apo shpërthen trune edhe me qitë në letër edhe mandej njerëz më knaq, po jenë aty pas disa nisma që tash në Kosovë për shtyp, si magazina me diell, dëzina të bukra që po dalin, po prap se prap janë tepër pak e që kjo po më shten me menu apo kanë qef shqiptarët vish në TikTok me kalu kohë edhe tani po më vjen me menu a është këtë më marë me shtyp, a është qapta mërmenja ty, a du të me shkru? Kosova është një prej vendeve të vetme në Evropë që nuk ka gazetë të shtypën ditore. E mendoj që kjo në përmasa më të mëdhaja e ndikon mandej edhe përgjithsisht
intelektin kolektiv, për arsye se tash del rrugës në për qytet në mëngjes, në Prishtinë ose kudo, edhe ti nuk sheh njerëz të lexu gazetë. Edhe duke marrë parasysh që një gazetë mundet me pas diku deri 40 faqe, mendoj që ajo mundet me ndiku shumë, mandej edhe në diskutimet, edhe në zhvillimin e mendimit kritik, në debatet që kemi me njëri tjetrin kur dalim pa uzë ose çka do. Për arsye se disa minuta gjatë ditës në mëngjes të zgjohesh edhe ja kushton lajmeve që ndodhin nëpër botë edhe pasurohesh më shumë me informacion se çka po ndodh. Gres, apo më kallzon, s'po du me të vetë çfarë foto kemi mbo mu, ose çfarë foto kena mi bo bashkë, ose çfarë foto ju bën njerëzve, po çka ki qef të me fotografu mas shumë të? Është pak vështirë me zgjedhë se çka zgjedhni me fotografu, duke u qas në fotografinë sipas fenomeneve që ndodhin përreth meje. Roland Barthes e ka një shprehje në librin Camera Lucida, ku thotë se fotografia arrin me riprodhu një moment që ndodh veç një herë, dhe arrin me prodhu pafundësisht përmes mekanizmave si diçka që nuk mundet mu rikriju përmes përvojës njerëzore. Edhe unë gjithmonë kam dashur me vjedh momentin nga koha, se kur fotografon diçka, te kap momentin edhe e mban për vete, në një farë mënyrë shpesh herë edhe duket pak egoiste, po momentet gjithmonë fluturojnë për te syve tonë, edhe përmes aparatit e ke një farë korridori mes perceptimit, po edhe kuptimit. E përmes aparatit arrin edhe mi kuptu njerëz, edhe arrin mi kuptu përmes reagimeve, shprehjeve tyne. Edhe për mu, fotografia është që mundësia me ju afru sa ma shumë të vërtetës përmes reagimeve, edhe duke kuptu personin ose hapësirën cilën e fotografoj, përmes analizës së personit. Edhe shpesh herë kur e ke një aparat, përmes aparatit mandej e ndryshon pak edhe qasjen mes njerëzve. Kështu që ai momenti kur personi e harron ose nuk e identifikon, mendoj që ajo është ju afrohet më së të vërtetës në fotografi. Për mu. Po për te asaj, fotografoj teatr, film. Edhe që tash kohët të fundit në gusht, isha duke fotografu për DokuFest. Perfekt. A u knaqe që të bo muhabet me mu, se mu farë qëtësi e ma kjep. E ki një farë, e ki ka qëtësin edhe te për e bukur je. Ndash beso, apo kryet intervista? Po kryet. Wow, ale na po vazhdojmë Na po po vazhdojmë me Finalim muhabet, edhe finalim kamerat, e për juve edhe për neve që patëm për juve, ke qikaq edhe mos harroni me na njek në të shtot programin e mëngjezit edhe të shuke në drive time edhe në krejt rjetet sociale, e na shihëm mas 2 javë. Faleminderit edhe ju dua, ju e dini. Ku fillon rrëfimi yt? E në cilën mahall i rrit? Ke lindë në Kosovë, ke studiu New York, ke jetu në Tokyo. Pse u ktheve? Ky është podcasti Suzan.